Gazetarja Valbona Mili dhe njëkohësisht ish banorja e Big Brother VIP 4 ka qenë sot e ftuar në rubrikën Mos i bir me top në E Diell në Top Channel. Gjatë intervistës, moderatori Ronaldo Sharka e pyeti Valbonën për raportin e çiftit Gjesti Egli Tako. Kam përshtypjen që për publikun vazhdojnë. Me aq sa po më lën një shije kam frikë se mos ndoshta edhe për shkak të impenimeve të shumta që nuk kanë gjetur kohë për të ndarë me njëri tjetrin. Megjithatë duhet parë reagimet e Eglit dhe Gjestit sepse kur mos thuaj kur. Uroj që të jenë bashkë edhe ta kenë finalizuar me dashuri dhe me sukses, u shpreh Valbona. Kujtojmë se Egli dhe Gjesti në post Big Brother treguan se marrëdhënia e tyre është duke vijuar edhe jashtë shtëpisë së Big Brother, por ata u shprehen se kanë dëshirë që ta mbajnë sa më private të jetë e mundur.